syt po mi fshe, unë ditë t'i lej veç ti. Afër teje kam prap mase, afër teje ndihem gjallë, afër teje ti më mban. Afër teje po vazhdoj se, afër teje kombinoj, afër teje ti e din qa boj. Merëm prap, ti merëm prap, ti merëm prap, gratë e tua. Merëm prap, ti merëm prap, merëm gratë e tua. Dhe ja ku kemi ardhur në studio, sepse na ka mbritur këtu Klara Doçi dhe në krahët e tu, që është një projekt që ju bën të dyve bashk. Është kënaqësi që të kam këtu. Mirë se erdhe. Mirësi u gjeta. Klara në fakt ka vite që merret me muzikë, ka pjesëmarrje në Këngën Magjike dhe është një nga bashkëpunimet e fundit që ju keni realizuar. Ne do të flasim pak më gjatë bashk. Të ftoj të zëvërën, ty nuk të ftoj do Sergio, sepse ti duhet rish këtu, edhe pse Klara ne pas ke projektin tënd më të fundit muzikor. Eja, Klara, si ke qenë? Mirë. Sot na vajti, patëm një ditë shumë të gjatë, të them të drejtën, me temat të cilat nuk mbaronin kurrë, dhe me fundit ishte për thashë temat, nuk e di nëse arritet na dëgjosh pak. Po, dëgjova pak. Nuk kam koment për këtë pjesën. Unë mendoj që thashë temat janë pjesë e ditës, të çdo kujt. Të mirat, këshilla negative, njeriu ka nevojë edhe të bëj pak thashë temat gjatë ditës, pse jo? Sidomos ne vajzat. Të chit-chatin e vogël, pra këtë bisedën tonë të vogël këtu mes nesh, si një thashë them konstruktiv për karrierën tënde dhe për ty. Le ta nisim me këtë këngë të fundit. Si e pritet këtë ftesë nga Sergio për të realizuar këtë bashkëpunim? Në fakt nuk ka qenë një ftesë, ka qenë ftesë ime kundrejt Sergios. Me Sergion që në Këngën Magjike, ka qenë bashkëpunimi im i parë me të. Më pas erdhi projektin Krahët e tu, kur unë nisa një demo, një ide, edhe pastaj e punuam dhe sollëm rezultatin final që u finalizua dhe me një klip në fund. Bashkëpunimi ka qenë shumë i frytshëm dhe unë jam shumë e kënaqur realisht që i vazhdoj bashkëpunimet. Nuk ka qenë ky i fundit, i vazhdoj bashkëpunimet me të. Ti në fakt nuk ke një traditë në familje për sa i përket muzikës, është thjesht një zgjedhje e jote apo jo? Zgjedhja ime me mbështetjen e prindërve normalisht, jo, e trashëguar. Ka qenë Klara ajo e para e familjes. Kam dhe një kushirën time që kam mbaruar për kanto, por që është pak më e tërhequr tek pjesa e daljes publike. Po si trashëgimi unë jam, mendoj. Si e pritën prindrit këtë dëshirë tënde, këtë pasion tëndin për muzikën? Sa të kanë mbështetur ata në këtë rrugtim? Ti sa po thej që kanë qenë ata që, por sa e vështirë ka qenë të ndjekin nga mbrapa, kurse, festivale, këto ndjesitë e para, konkurimet e para? Si ka qenë ky moment? Përpjekja ka qenë maksimale, ndonse kur vjen nga një familje që nuk ka një background artistik, është më e vështirë çdo gjë. Si informacioni, po. Dhe çdo gjë. Kështu që ka qenë e vështirë, ama përkushtimi ka qenë maksimal. Edhe si ndjekja e tyre në festivalet mia, në konkurime, vendosëm që të vazhdoj të shkollën, të edukohem po për muzikë. Ka qenë maksimale. Po, kam mbaruar liceun artistik për gitar, klasike, më pas Akademinë e Arteve për pedagogji muzikore, ku mbylla dhe masterin po për atë deg. Ka qenë mbështetja maksimale dhe në realisht kam qenë shumë e fat. Përkundrazi pjesës që ata nuk e njohin si botë, mendoj që kanë bërë më të mirën e tyre. Kjo është me të vërtet një gjë shumë e bukur, sepse nga ndonjëherë ajo ndjesia që kemi brenda familjes rrjedh më pas në çdo hap që ne ecim dhe rritemi dhe sigurisht për shembull është shumë atipike që të kesh një vajzë që studion për gitarë. Se zgjodhe kitarën ti një instrumente që mund të ishin më femëror, tipit një flaut, tipit një violin, tipit një piano, po themi. Kitara mua gjithmonë ose bateria më asociohet pak më mashkullore. Në fakt, shumë këngëtare me famë botërore tregojnë të kundërtën. Dhe kështu ka nisur dhe me mua.
Kjo të ndihmon dhe për kompozicionin kitare, pra është ajo që të... Unë sot e kësaj dite, kur kompozoj një demo, mendimin e kitarës gjithmonë, kitaren e kam, do thoja, është një avantazh i imi. Si lindi dëshira, duke parë këngëtarë shumë të famshëm, cilët gjithmonë di një instrument, ka nisur si dëshira për të mësuar një instrument. Më pas dëshira për të qenë kitara vetë. Kisha një lidhje direkte, sa po e pash kitaren, sa po e shikoja në video, kur e preka, që njësa kurset e para, edhe ashtu lindi dashuria, pastaj edhe kalova dhe në pjesën e arsimit, që ta përforcoja akoma më shumë. Sot një pjesë tjetër që kishim në emision, kishte të bënte pikërisht me muzikën që na ka shënjuar në adoleshencën tonë, e cila më pas në edukon edhe në shijet muzikore dhe emocionale për gjithë jetën. Cila ka qenë kjo lloj muzike, duke qenë se përmende kitarën? Kush kanë qenë në adoleshencën tënde artistët që të kanë frymëzuar dhe që ke ndjekur? Sergio për shembull përmendi Barbara Streisand, kë përmende tjetër Sergio? Backstreet Boys, Celine Dion, pra Sergio se çka disa shije. Brian Adams e thash unë, nuk e the ti. Michael Bolton, pra. Okej, Michael Bolton. Nëse qëndrojmë tek muzika e huaj amerikane, normalisht do përmend edhe Beyoncé. Edhe Ku ka lindur shqiptare, ka qenë gjithmonë pjesë e imja, sepse them të drejtën jam rritur me muzikë shqiptare. Duke nisur që nga eventet familjare, më pas edhe në shkollë na është cekur gjithmonë kjo pjesë edukative e muzikës tonë shqiptare. Shqiptare kam dëgjuar shumë, po dhe muzikë tuaj si Beyoncé, Judah Smith, e shumë këngëtare tjera pa fund që po të rinë këtu. Po Beyoncé shumë nuk e kam parë njërë të këndoj me kitarë. Beyoncé jo me kitarë, po Beyoncé e mbizotron skenën në forma tjera. E mbizotron, realisht, në forma tjera. Taylor Swift me kitarë, Justin Bieber me kitarë, shumë këngëtarë të famshëm që... Pra kanë qenë ata të parët që të kanë frymëzuar në jetën tonë. Dhe kanë qenë dhe brezim, pak a shumë. Normalisht, e kam dëgjuar edhe pjesën e muzikës pak më të vjetër, po kam hesur gjithmonë me hapin e kohës. Ti në fakt e patur, si që thamë edhe pak më parë, edhe pjesëmarrje në festivale. Kush mendon që ka qenë momenti më i fort i karrierës tënde që ti mendon që ke patur një pjesëmarrje të mirë në festival, apo po themi brenda Shqipërisë dhe jashtë, ke qenë edhe jashtë Shqipërisë, pra ke përshëndetje. Si eksperiencë unike ka qenë Kënga Magjike, ku kam prekur dhe pallatin e kongreseve, që ishte emocion i pashpjegueshëm. Unë isha një vajzë e re, studente në atë kohë në Akademinë e Arteve, dhe ndodhen gjërat shumë shpejt, po dhe shumë bukur. Dhe atë e cilësoj akoma dhe sot si një nga eksperiencat e mia më të bukura në skenat tona shqiptare. Jashtë kam marrë pjesë, kemi qenë një grup më i madh, grup shkollor, kori, ku kemi marrë pjesë në festivalet ndryshme. Ato kanë qenë gjëra pak më të vogla, ku kemi prekur pak edhe pjesën jashtë Shqipërisë. Aman këtu, kulmi i gjës time, ajo ka qenë. Si e shikon të ardhmen tënde muzikore? Ti sapo më thej që ti studimet e ke kryer për pedagogji, pra pedagogji muzikore, le të themi, nuk është drejt për drejt e lidhur me performancën, por sigurisht me edukimin e brezave apo me mënyrën se si sot mund të interpretohet muzikë. Ti vetë këtë pjesën e krijimtarisë e shikon të lidhur me shkollën që ke bërë, pra në aspektin që të ndihmon, apo e ke parë si një zgjidhje që ti të merresh me diçka dhe kur nuk do të këndosh? Unë gjithmonë do këndoj. Gjithmonë do këndosh. Pra thjesht ke bërë një shkollë? Mund të ketë faza, momente që edhe mund të demoralizohemi normalisht, sepse është një treg i vështirë. Por në fund ditës them do e bëj gjithmonë, edhe gjithmonë do zgjedh ta bëj. Pjesa e zgjedhjes së pedagogjisë ka qenë, e mendova si një plotësim i formimit tim në anën muzikore. Nëse do jetë mundësia që unë ta ushtroj si profesion, pse jo, nuk i them dot kur jo. Sepse mendoj që pjesa e edukimit është shumë e bukur, sidomos kur flasim për art. Nëse në një moment të dytë do jetë mundësia, nuk i them kur jo. Aktualisht me çfarë merresh? Aktualisht merrem me diçka komplet ndryshe nga ajo çfarë po flasim deri tani. Unë merrem me menaxhimin e aktiviteteve dhe eventeve pak më familjare. Dikur kam qenë marr me koordinimin e aktiviteteve muzikore, kam qenë pjesë e Qendrës Kulturore të Ministrisë Mbrojtjes, ku kam punuar atje rreth 2 vite. Ka qenë një eksperiencë shumë e bukur, ku më çoi një tjetër drejtim edhe zbulova talente të reja, të mia, që dia ti zotroja.
Që që tani po merresh me këtë pjesë. Unë të falenderoj shumë që ishe me mua sot. Faleminderit. Urojmë shumë suksese dhe me pjesën e krijimtarisë muzikore, po dhe me punën tënde dhe shpresoj që të vini me projekte të reja. Komplimente edhe për projektin. E pas keni bërë një plan. Po, jemi drejt finalizimit një projekti shumë të bukur me Sergjon. Super, më bëhet qefi. Bezi për presë të ja promovoj prapë. Ne kemi përfunduar këtu edhe me qasti i dur për sot, duke ju falenderuar të gjithëve që në ndoqët, të lësë sërish takim nesër në të njëjtën orë. Deri atëherë mirupafshim.